Ilir Gashi, antar I PDK-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mirë se erdhe, kënaqësi pa studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Gashi, e pam ç'a ndodhi me 28 dhjetor, rinumërimi nëpër gjitha komunat e Kosovës, një proces që eci keq në rinumërim, dolën se pati manipulim, po them, të vota mes subjekteve politike, mes kandidatëve me njëri me tjetrin. Si antare KQZ-s, ç'a ndodhi sipas jush? Po, duke e parë që në këtë 10 vjeçarin e fundit Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka shku duke rritë standardin e administrimit votave në Republikën e Kosovës, dhe duke I parë trendet e zhvillimit dhe njëkohësisht edhe ndryshimet ligjore që ndodhen në vitin 2023. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve nxjerri vendim që të digitalizojnë procesin në një masë, e cila do ta krijonte një hapësirë më transparente, jo vetëm për publikun, por në njëjtën kohë edhe për gjithë kandidatët dhe subjektet politike. Ne në këto zgjedhje natyrisht I bënëm gjitha përgatitjet e duhura për me pas një proces fair, demokratik dhe me integritet. Pa çka që deri në fund procesi u zhvillu ashtu si duhet, por që për fatin tonë të keq dolën njerëz me vullnet keq për të cënu integritetin e procesit zgjedhor dhe faktikisht votën e qytetarëve të cilët ju kanë besuar kandidatëve brenda subjekteve politike dhe siç e kemi parë dhe siç e shohim sot, I gjithë procesi është I lënduar për faktin se brenda secilit subjekt politik ka pas përpjekje për të deviju vullnetin e qytetarëve për votat për kandidatë të subjekteve politike. A ka mund, zoti Gashi, të bëhet më mirë? Për shembull, zgjedhjet u majtë me 28 dhjetor. A ka një prej arsye për shembull që nuk pat shumë vëzhgues të Bashkimit Evropian ose vëzhgues nga demokracia në veprim? Nuk do doja të hudh fajin dhe t'ju lë fajin as vëzhguesve ndoshta, por as aq me pak organizatave jo qeveritare që monitorojnë procesin. Natyrshëm që data kur është caktuar data e zgjedhjeve ka qenë një datë me një parashikueshmëri e cila do të konkludonim që nuk do të ketë mbulueshmëri të mjaftueshme nga vëzhgues, qofshin ndërkombëtar apo vendor, sepse ishin festa dhe natyrshëm njerëz të zgjedhin që fund vitin ta kalojnë me familjet e tyre, mbas një viti të ngjeshur pune dhe e kemi pa që vëzhgueshmëria e procesit ka qenë e mangët por edhe nga vetë subjektet politike të cilat kanë pas jo si çdo herë vëzhgues në proces. Dhe ndoshta edhe kjo ka bërë që këshillat e vendvotimit, personat e caktuar të ndihen më komod në zhvillimin e administrimit të procesit dhe numërimit të procesit zgjedhor, praktikisht të votave, në këtë rast që po flasim për votat e kandidatëve. Dhe po, unë mendoj që njëna prej arsyeve pse nuk është arrit mu administru si duhet nga këshillat e vendvotimit ka qenë edhe koha se kur janë bajt zgjedhjet. Por kjo nuk do të jetë arsye. Sepse në asnjë mënyrë kur ti pajtohesh për me kry një detyrë, nuk ka arsye që vihet në përfundim që ti duhet me shkel ligjin, ose nuk duhet me kry punën ashtu siç kërkohet me rregulla dhe me ligj. Prandaj ne vetëm po flasim për një fenomen I cili ka bazë për mos mbikëqyrje të mjaftueshme, por absolut nuk kam nisën askën I cili ka pas përgjegjësi në punën e tina ose të saj gjatë numërimit të votave. Zoti Gashi, u morë një vendim fillimisht në KQZ për rinumërim në 10 komuna 100% të vendvotimeve, mesin e tyre ke edhe Prizreni. Kjo punë nisi prej KQZ-s. Qysh e nohatët që potencialisht në Prizren mund të ketë devijim të vullnetit të qytetarëve? E kishin ndonjë informacion apo Prizrenin dhe nën komuna tjerat si vendoset që të ketë rinumërim dhe më pas bazë gjetjeve vendoset që të gjitha komunat në nivel vendi të shkojnë në rinumërim? Po,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithmonë ka mekanizmat për të bërë verifikimet nevojshme dhe për të testuar procesin se si ka shku. Faktikisht ne kemi vëre disa anomali në disa komuna dhe jo vetëm Prizrenin, e cila na ka bërë të kemi një dozë dyshimi mbi atë se si ka shku procesi numërimit. Dhe kemi ardhur në përfundim që të gjithë bashku, të gjitha subjektet politike, sepse fenomeni është brenda secilit subjekt politik, kemi ardhur në përfundim që ta bëjmë një test mostre prej 2% në secilin komunë. Dhe në momentin kur është hap kutia, është pa që dyshimi jonë ka qenë i bazuar, dhe pastaj kemi vendosur të rrisim në 10%, dhe në momentin kur kemi shku në 10% e kemi pa që kutinat nuk mbyllen pa u rinumëruar të gjitha. Dhe kemi shku në disa komuna në 100% numërimin dhe kemi vendosur 10% që të aplikojmë në gjitha komuna tjera. Për rrjedhojnë nga ajo që ka shohim në platformën tonë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e kemi pa që është i pashmangshëm rinumërimi në gjithë Republikën e Kosovës, dhe se ky rinumërim ka ardhur si rezultat i punës së brendshme të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe i vullnetit të gjithë anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për faktin se ne të gjithë që përfaqësojmë subjektet politike kemi qenë të prekur nga ajo që kemi parë brenda kutijave të votimit. Zoti Gashi, e kemi pa që ka ndodhur në Prizren, janë disa persona të ndaluar, po ashtu edhe në Malishev dhe ka një autorizim nga Prokuroria e Shtetit që ka autorizuar Policinë e Kosovës për të hulumtuar ose për të parë se çka ka ndodhur me rinumërimin në shumicën e komunave të Kosovës. Cila është përgjegjësia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për këtë rast? Unë kam kërkuar edhe në mbledhjen e fundit kur kemi marrë vendim që të shkohet në rinumërim të tërësishëm, që të shohim sipari, të presim vendimit përfundimtare të organeve drejtësisë, hetimeve që i zhvillojnë prokuroria dhe hetuesia, pastaj edhe vendimeve që mund dalin nga vendimet e gjyqësorit sa i përket personave të caktuar që kanë mund të jenë ose që kanë qenë të involvuar në këtë, mund ta them, në këtë vepër penale, në këtë lloj krimi, nëse mund ta quaj kështu elektoral. Dhe natyrisht unë kam kërkuar që të shohim se cili mund të jetë edhe zinxhiri i përgjegjësisë në secilën hall të procesit, që nga Këshilli i Vetëvotimit e pse jo deri te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, varësisht nga përgjegjësia. Por një gjë që ka dihet është se procesi i votimit bie në dorë të subjekteve politike në ditën e diel, apo edhe në këtë rast në aplikimin e qendrave komunale të numërimit. Këshillat e vendvotimit që numërojnë janë të subjekteve politike, kurse Komisioni Komunal Zgjedhor që bën mbikëqyrjen e këshillave të votimit është nga subjektet politike. Prandaj mendoj që ne duhet ta trajtojmë ndoshta edhe bazën ligjore dhe ligjin dhe reformën zgjedhore në të ardhme, me pa se çka mund të bëjmë ndryshe nga ajo që është aktualisht e normuar me ligjin mbi zgjedhjet e përgjithshme, në mënyrë që e ardhmja na garantoj për një proces me integritet më të mirë dhe më demokratik. Zoti Gashi, në këtë situatë, në këtë çdo çka ka ndodhur deri sot, cilat janë gjasat ose ka mundësi ligjore ose e thot dikon një rregullore KQZ-s që zgjedhjet mund të përsëriten për shkak të dyshimeve të mëdha të manipulimit të votave. Po flas për nivel vendi. Ose cila është rruga, ose a ka rrugë që mund të na çojë, se për shkak se nuk është vetëm komunë, nuk është Prizreni, nuk është Malisheva, është Podujeva, Peja dhe shumë të tjera. A ka gjasë që të ketë përsëritje për votim? Ne kemi bërë rinumërimin e gjitha votave në gjithë Republikën e Kosovës dhe kemi nxjerrë në pa, po besoj shumë që sot edhe e përfundojmë, eventualisht nesër e përfundojmë procesin e numërimit, të rinumërimit të votave, dhe ajo verdikti i qytetarëve të Kosovës është brenda kutive. Dhe ne në këtë administrim të rinumërimit do ta vëmë në pa të vërtetën asaj çfarë ndodhet në kutijat votimit. Nuk ka, fatbarësisht, nuk ka
anomali apo përpjekje brenda subjekteve politike, në raport me subjektet politike, se kjo pastaj do ta devijonte komplet procesin zgjedhor. Problemet kanë ndodhur brenda llojit, brenda subjekteve politike, dhe ne si Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta shpallëm rezultatin. Do ta shpallëm ditëve në vijim, po mendoj që ndoshta në vikend apo më së largu deri të hënën, varësisht se si do të shkojë i procesi, do të shpallëm rezultatin përfundimtar. Më pastaj do të ketë të drejtë ankesave qoftë kandidatëve apo subjekte të tjera, subjekte politike, dhe nuk mund të paragjykoj se cilat do të jenë vendimet e organeve të drejtësisë, në këtë rast PZAP-s dhe Gjykatës Supreme. Janë organet e vetme që do të mund të vinë në përfundim të gjithë këtij procesi, në qoftë se do të njihet ky rezultat, apo edhe do të kemi ndonjë vendimarrje tjetër nga këto instanca. E thatë, nëse ka ankesa, qoftë prej individëve ose partive, subjekteve politike, në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, sa merr kohë potencialisht nëse respektohen gjitha afatet zoti Gashi që të certifikohen rezultatet e zgjedhjeve të 28 dhjetorit? Po tash dikun 12-13 ditë është tërësia e afatit të kthimit përgjigjeve nga PZAP-ja, dhe në rast të pakënaqësie me vendimin e PZAP-s, atëherë ankimuesi shkon në Gjykatën Supreme. Dhe të dyja këto shkallë të vendimarrjes mund të marrin 12 deri 13 ditë kohë për me pas përgjigje finale. Kjo nuk do të thotë që ata do të konsumojnë kohën e tyre në qoftë se nuk ka shumë ankesa, mund të vinë përfundime më të shpejta të vendimarrjes. Pa pritur afatin, deadline që kanë të kthimit përgjigje, dhe ne mund të kemi certifikim të rezultateve, pa dashur me paragjyku vendimarrjen se çka prodhon, po në qoftë se hipotetikisht themi kemi refuzim të ankesave, ne mund të kemi certifikim të rezultateve në javën e ardhshme. Në qoftë se gjithmonë po i referohem asaj që thash, nëse nuk i konsumojmë ditët e plota të kthimit përgjigjeve nga PZAP dhe Gjykata Supreme. Zoti Gashi, në këtë situatë, cilën e pam se çfarë ka ndodhur në shumicën e komunave të Kosovës, është dëmtu imazhi i Komisionit Qendror Zgjedhor, a ka humbur besimi në Komisionin Qendror Zgjedhor, për shkak se edhe ju edhe unë jemi moti ju në KQZ, unë punoj moti gazetar, nuk kam pa një proces më të keq si ka përfunduar, përveç ndoshta 2010-s, ku është KQZ sot, me imazhin dhe besimin ndaj institucionit i cili është i vetmi që organizon zgjedhje të përgjithshme dhe lokale. Natyrisht se kjo na ka prek të gjithëve në kuptimin asaj që procesi është lëndu, integriteti i votës është cënu e them me vetdije nga ajo që kemi parë, nga këshillat e vendvotimeve, këshillat e cilat përbëhen ekskluzivisht nga subjektet politike, pa dashur me largu faj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në këtë 10 vjeçar, sepse jam qenë nga viti 2010 aty, kemi pas batica dhe zbatica të progresit apo regresit të procese, po në 10 vjeçin e fundit jemi konsideru edhe nga vëzhgues ndërkombëtar, një nga KQZ-t më të mira të rajonit që organizon zgjedhje. Në fund kemi apliku edhe digitalizimin e procesit, transparencën e plot, dhe kemi mendu që ne do të avancojmë me proces. Procesi është i lënduar, nuk them që jemi krejt pa faj, sepse ndoshta nuk kemi parapo në masa më të rrepta në kuptimin e menaxhimit procesit, por që kryekpot, ky proces, siç e thash, bie në dorë partive politike, numërimi i votave dhe subjektet politike, pasi që ndodhi kjo, nuk është dashur faktikisht të kenë njerëz brenda këshillave të vendvotimeve që kanë vullnet për manipulu votën, dhe për rrjedhoj, ne si institucion duhet marrim urgjentisht masat të cilat do ta kthejnë besimin e qytetarëve, por edhe të partive dhe të kandidatëve
të cilët nesër do të garojnë në vendimarrjen e Komisionit Qendror të Dhe cilat janë ato masa, zoti Gash? Unë personalisht kam dalë me 2 masa konkrete që nuk do t'i bëj kompromis. Edhe që do të ndodhë patjetër pavarësisht kostos financiare, sepse integriteti nuk ka kosto, dhe thamë çdo herë. Identifikimi elektronik i votuesve në vendvotim, në mënyrë që t'i hekum këto ngjyrat e thonjve dhe procedura tjera, si dhe që është domosdoshme, është edhe skanimi optik i fletvotimit. Leximi i fletvotimit reale, shpallja publike e rezultateve, dhe kjo jo që do duhet ndodhë, po s'do duhet me pas kompromis mo, sepse këto zgjedhje tregun që nuk mund të lëmë akoma në mirë besim të dikuj çështjen e numërimit e votave, por duhet të aplikojmë metoda të reja të digitalizimit, në këtë rast skanimit dhe leximit optik të fletvotimeve, si mënyra e vetme për me rikthy besueshmërinë, në këtë rast edhe të kandidatëve të cilët futen në garë në proces. E them edhe një gjë, në 2019 kam kërkuar që votat për kandidat, duke e parë kronologjinë gjithmonë, tendencat, kam kërkuar që të vinë në qendrën e numërimit rezultateve t'i numërojmë këtu. Pa ta marrë një mbështetjen nga kolegët, por që të nesëmën nuk me mbështeten. Ndoshta me një arsye kisha me thonë për faktin se ligji atëherë sanksiononte numërimin e votave në vendvotim. Por ne prapu detyruam mbi 90% e votave të bëjmë rinumërimin në qendrën e numërimit dhe rezultateve këtu në Fushë Kosovë. Të thotë gjithmonë ka pas tendenca dhe përpjekje, por po, natyrisht asnjëherë siç ka ndodhur tash, dhe kjo ka ardhur edhe si rrjedhojë e aplikimit të teknologjisë, e cila ka qenë në dorë të këshillat vendvotimit, njerëzve të cilët jo në gjithë Kosovën, por e vende të caktuna kanë pas vullnet për të manipuluar edhe me deviju besimin e qytetarëve. Zoti Gashi, për këto propozimet që i thatë pak më herë, sigurisht se ka kosto financiare, por për sa kohë për shembull mund të jetësohen këto ndryshime që i keni propozuar ju? Në mënyrë që mos kemi... Po, unë mendoj që me një vullnet mirë, me mjetet mjaftueshme, përmes qoftë kontraktimit të kompanive serioze, qoftë pajisjeve që do t'i menaxhoj vetë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, mendoj shumë që kjo mund të përfundoj edhe brenda vitit. Do thotë, me një vullnet mirë, kjo nuk merr shumë kohë. Resurset humane të përgatitjes së planit fezibilitetit, se si do dukej, pastaj edhe aplikimin, mënyra se si do të funksionon, mund ta bëjmë, ne kemi resurse të brendshme. Kjo nuk do thotë që kjo nuk bëhet edhe me kontraktime përmes kompanive serioze, por që kjo mund ndodh. Nuk mund ndodh nëse mund të kemi zgjedhje prapë. Por nëse kemi kohë të mjaftueshme, zgjedhjet e ardhshme mund na gjejnë me një proces të ri. Dhe kjo përfundimisht do të na largonte nga ky manipulimi i votave, nga kjo vjedhje e votave që ka ndodhur mes kandidatëve të subjekteve politike. Kjo do ta largonte përfundimisht vullnetin e qytetarëve nga durët e komisionere. Dhe besoj shumë që është mënyra vetme për të pas një proces me integritet. Zoti Gashi, përveç Prizrenit, e pam që shumicën e komunave të Kosovës, pa thëmë thojza, patin një farë marrëveshje të komisionerëve, të partive politike, pat një marrëveshje në heshtje me subjekteve politike, që kushtimisht për thëmë me bo masakër me vullnetin e qytetarëve, të cilët e ka votu një person tjetër, por vota e ka shku të një person tjetër. Nuk po shoh shumë reagime të partive politike, ose distancim, ose largim nga partia, të gjithë atyre njerëzve që dëshohet se kanë vjedhur vota. Me 18 dhjetor, fiks 10 ditë para ditës së zgjedhjeve, ju kam bërë lutje dhe kërkesë publike të gjithë komisionerëve që mos tentojnë
të prekin vullnetin e qytetarëve. Do thot nga takimi i mbledhjes së fundit pastaj të KSZ-s. Jo nga ndonjë parandjenjë, por thjesht nga ajo që kishum pa edhe në nënt shkurt, kishum rastin e Vushtrës, ku kishte prekjet vota brenda llojit, brenda kandidatëve. Dhe si duket nuk po mjaftojnë as intimidimi me organet drejtësisë, as këshillat, kur po është në pyetje një moment i caktuar që dikush me favorizu dikan pa të drejtë. Këtu kemi 3 lloj përgjegjësisë. Përgjegjësisht është përgjegjësia ligjore, ku kjo mbetet në dorë të prokurorisë dhe organet drejtësisë. Është përgjegjësia politike, që ju takon subjekteve politike se si do t'i trajtojmë këtë çështje, dhe është përgjegjësia morale e secilit veç e veç për të ardhur në përfundime se mbi atë se çfarë ka ndodhur. Kjo s'më takon më shumë të interpretoj për kandidatët, por secili duhet me pa se çka ka prodhu ky rezultat dhe sa është i kompromituar procesi. Kjo i ka kompromituar edhe vetë kandidatët dhe nuk e di, ndoshta e jona, siç e thash, është që të marrim masa që mos lejojmë e ardhmja na gjejmë me probleme të njëjta. Pastaj pjesa tjetër ju takon edhe subjekte, po në besoj shumë dhe shpresoj që organet e drejtësisë ta kryejnë rolin e vet, të binë para drejtësisë gjithë aktorët të cilët janë të përfshirë direkt në këtë proces, edhe tipet një lloj mësimi kështu për të gjithë, që nuk do të duhen në asnjë mënyrë sa shumë e rëndë të cenohet vullneti, se gjithë janë kanë ngarë të barabartë kandidat, dhe nuk është vullneti komisionerit për me të jetërsu vullnetin nuk është detyrë e komisionerit për me të jetërsu vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Përgjithësi politike as morale deri në këto momente nuk kemi pa zoti Gashi, por si është e mundur nesër që deputetët të cilët dyshohet se kanë marrë mandatin me vota të vjedhura të shkojnë në Kuvendin e Kosovës, të folin për rend dhe ligj, të propozojnë ligje, të votojnë anëtarë të gjykatës kushtetuese, sa mund të jenë kredibil ata deputetët, secili subjekt politik që nesër mund t'i shohim në Kuvendin e Kosovës, ose që kolegët me styre të shikohen se kush më shumë i murr vota kujt cilit. E mira deri me tash është që ose mund të them jo shumë, po fatkeqësisht vetëm një kandidat e ka humbur aktualisht mandatin në bazë rezultateve që po shkojnë. Kemi edhe një ditë apo 2 rinumërim, të shohim se si do të përfundoj. Është vetëm një kandidat që ka pas lëvizje nga komuniteti turk, ndërsa në subjekte tjera politike nuk ka... E ki fjallën për Fikrim Damkën. Po, në subjekte tjera nuk ka lëvizje, hyrje dhe dalje si pasojë e kësaj që ka ndodhur. Do thotë kjo nuk varet në sa i do të bëjë deputet apo jo? Po, do thotë nuk ka cenu integritetin e një mandati për me hyj ose me dal. Pavarësisht dhe gjithë ata të cilët do të marrin mandat deputeti, do të jenë me vota të cilët i kanë legale në kutijat votimit. Pa çka që kanë mujt me pas një kontingent tjetër, që kesh mujt me rendit më lartë brenda llojit në renditjen e subjekteve politike. Nuk është me të hapësirë për me tregu moral politik ose propozime të ndryshme në Parlamentin e Kosovës nga shumica e deputetëve duke përfshirë gjitha grupet parlamentare. Sepse ata, nëse jo direkt, unë lutem dhe shpresoj që të mos jenë të përfshirë direkt, po njerëzit e tyre kanë keq menaxhu dhe kanë keq përdorur vullnetin e qytetarëve, ata ndoshta kanë keq përdorur edhe vullnetin e vetë kandidatëve. Po kjo metet mu pa, metet mu deklaru, metet mu distancu, edhe të shohim se si do të përmbyllet pastaj edhe diskutimet brenda gjitha partive politike sa i përket këtij fenomeni.
Prokuria ka intervistuar dhe ka ndaluar disa komisioner, zoti Gashi e dini në disa komunat Kosovës, por sipas jush si antari KQZ-s, si antari PDG-s, a duhet të intervistohen edhe kandidatët të cilët dyshohet se kanë manipuluar ose kushtimisht kanë vjedhur vota. Që procesi qohë deri në fund. Po tash, ky është proces që takon ekskluzivisht hetuesisë, prokurisë. Ata i kanë mekanizmat e vet për me orë në përfundime. Natyrisht që do duhej me intervistu edhe kandidatët, sepse në fund ditës është edhe nëse o keq përdor në emër tyre. Nëse dikuj është cenu autoriteti publik, është cenu pikrisht për shkak të kësaj. Prandaj natyrshëm që as ata nuk mund të jenë imun nga intervistimi i mundshëm për me ardhur deri tek e vërteta. Por ju takon, i kanë mekanizmat, mënyrat se si arrihet deri ato organ prokurorisë dhe hetuesisë. Zoti Gashi, e dim kush ka dalë partia parë fituese, është Lëvizja Vetëvendosje, që i ka numrat e mjaftueshëm për themelimin e institucioneve të reja, po flas këtu për kuvendin, kryetarët, nënkryetarët, por edhe qeverinë. Deri tash nuk ka një marrëveshje me subjekteve politike për çështjen e presidentit. Në rast se mund të ketë zgjedhje të reja, është gati KQZ edhe për një parë zgjedhje të reja, për shkak se që një 2 vjet vesh me zgjedhje të marrë numrim, rinumrim. Është KQZ gati në rast se ka zgjedhje, në rast se vendi shkon zgjedhje për shkak të mos numrave për çështjen e presidentit. Në fakt, unë e thash më herët, jam qenë nga viti 2010 dhe për herë të parë kemi pas në 2021-2024 25 zgjedhjet në mandat plot dhe kemi pas zgjedhje të rregullta. Domethënë për gjithë atë periudhë kohore kemi marrë zgjedhje të jashtëzakonshme. Ne kemi marrë zgjedhje edhe për 30 ditë. Dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i obliguar me ligj dhe me kushtetutë, nuk ka nevojë as më pyet, sepse është i thirrur për atë punë kur do që krijon kushtet dhe momentumet për më shpall zgjedhjet, ne jemi edhe do duhet jemi të gatshëm. Natyrshëm që ne kemi zhvilluar 4 palë zgjedhje që nga nënshkurti. Domethënë 2 palë zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet lokale dhe raundi parë, raundi dytë. Kështu që ka qenë një dinamik jashtëzakonisht e madhe, e mundimshme për gjithë, jo vetëm për anëtarët, por natyrisht edhe për stafin, sekretariatin, dhe për këtë dhe në një farë mënyre i përgëzoj për krejt punën që e kanë bo, sepse nuk do të mund të vinim në mbajtjen e 4 palë zgjedhje pa një angazhim jashtëzakonisht madh të gjithëve. Unë po shpresoj që Kosova të ndërtojë institucionet, por kjo nuk mbaret nga ne, dhe ne do të jemi të gatshëm. Ajo që mund të themi është që ne do t'ju nënshtrohemi nëse veç do të ketë eventualisht zgjedhje të shpejta, do të hym një procesi të njëjtë, pa pas mundësi për të marrë masa preventive për administrim procesit dhe friksohen pastaj që në qoftë se nuk janë friksu komisionerët nga vendimet ose ndjekja e prokurisë që po bën edhe në këto momente, mund të shohim prapë ndonjë përpjekje njerëzve me vullnet për të manipuluar procesin. Zoti Gashi, faleminderit shumë që ishe në studio. Faleminderit juve.